Jo gjithmonë është mirë me tregu kur je e lumtur. Neve si shoqëri, të gjithë njerëzit Që tendenca është e mirë, mos të kesh kuptohemi, mirë është më kanë të lumtur. Po nuk mundemi veç me u duk lumtur, se erdhome. Gjatë rrugtimit tonë të lumturisë kena mundzu. Njëna prej fjalëve që tash të fol po më kujtohet, njëna prej fjalëve që zakonisht është mirë me hek pak prej fjalorit na, është duhet. Duhet. Sepse asgjë nuk është e detyrimshme, nuk është duhet me qenë të lumtur. Neve jemi njerëz, edhe ka ditë kur mundemi mos me qenë shumë mirë, ka ditë kur mundemi me qenë shumë mirë. Po. Edhe tash gjithkush që kemi përballë neve është i njëjtë sikur te, se të gjithë jemi njerëz dhe kemi emocione. Po tash pjesa për me u duk të lumtur, unë kështu e konceptoj. Pak është kjo shoqëria jonë, jemi mësu pak këtë show-upin në media sociale. Nuk është tërp me tregu nëse si e lumtur atë ditë, ose shembull nuk po ndjesh mirë atë ditë. Është këtë normale. Lumturia është një koncept gjithëpërfshirës. Se për shembull mvaret se si Qëndresa ose Valentina koncepton lumturinë. Mirë po, jo gjithmonë është mirë me tregu kur je e lumtur. Pse kjo po vjen, Valentin? Po vjen si pasojë e besimeve të gabuara që neve si shoqëri kemi kriju gjatë formimit tonë. Sepse një popull pak më paragjykues, një popull sikur neve, që kemi kalu në etapa revolucionare, pak edhe të vështira, po edhe shumë të shpejta, po edhe jemi të e kalu, do më thonë njëkohësisht, është ajo pjesa që mos të thot kush kështu, apo çka po thot tjetri. Është më rëndësi shumë konfirmimi tjerëve? Pse na vjen ka shumë konfirmimi tjerëve? Na, si shoqëri, e kemi shumë të rëndësishme aprovimin. Jemi rritë pëlqimin e tjerëve. Aprovimi ose pëlqimi fillon qysh prej fëmirisë. Sepse kur ti e bën një hap, është ajo tendenca çka po thot prend shembull ose rrethi ku jete. Ai përmbusha. Po, a e bëra mirë, mos po gjykohem. Unë them gjithmonë, unë ende nuk jam bërë nën, nuk e kam rolin e prindit. Për ata që janë prind, për shembull, tashmë fëmijët duhet të gabojnë, edhe neve gabojmë, sepse çdo rrëzim e tregon dhimbjen ku e ke pas, edhe le të gabojmë. Pse të themi mos e bëj këtë dhe gjithmonë duhet me kriju pastaj aprovimin e palës ku jemi na. Kjo po e bën ato, Valentin, që neve duhet gjithmonë me u duk. Pse me u duk? Si ndjehesh ti për brenda? Pse se ndryshimi i njerit fillon prej brendësisë, edhe prej vetës. Nëse ti kërkon për lumturinë tënde, unë nuk jam përgjegjëse për lumturinë tënde, as për lumturinë e familjarëve të mi, unë jam përgjegjëse si fillim për lumturinë time të brendshme. Pastaj fillon edhe me rrethin, sikur unë ndjehem mirë, edhe njerëzit që jetoj me ta do ndjehen mirë.